Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një bashkëbisedim me një grup pensionistësh këtë dënjente. Në fjalën e tij Rama tha se bonusi i ri për pensionistët nuk ka lidhje me zgjedhjet, duke theksuar se vendi nuk ka proces zgjedhor deri në vitin 2029 dhe se mbështetja për pensionistët do të vijojë. Mëtej kryeministri njoftoi se shteti do të mbulojë sigurimet shëndetësore dhe shoqërore për kujdestarët e personave me aftësi të kufizuara. Qeveria vendosi që t'japi një tjetër bonus për pensionistët. Ju kujtohet, besoj, që vitin e shkuar u tha që po japin bonusin për fushat. Ne s'kemi fushat këtë vit. Ne s'kemi zgjedhje deri në vitin 2029, kështu që bonusi nuk ka lidhje me asgjë tjetër përveç se me vëmendjen që ju kemi premtuar që do të kemi vimësisht. Ka një, për shembull, komponent që ne nuk e kishim parashikuar në të ardhurat tona, që ishte rritja e të ardhurave nga rritja e çmimit naftës. U rrit çmimi naftës dhe vetiu u rritën dhe të ardhurat nga taksa, gjithë ato që janë aty brenda, në çmim për buxhetin e shtetit. Të gjitha ato pjesë që erdhi nga rritja e çmimit për shkak të luftës, do ta merrni ju, do ta marrin pensionistët. E njëjta gjë për kapërcimin e parashikimeve në rritjen e të ardhurave në tërësi, të cilat sot janë pjesë e këtij bonusi, por nuk janë vetëm pensionistët, janë edhe personat me aftësi të kufizuar, të cilët prej kohësh prisnin pikërisht këtë që ne bëm dyfishimin e ndihmës për personat me aftësi të kufizuar. Është vendosur që të gjitha sigurimet shoqërore dhe shëndetësore të kujdestarëve të personave me aftësi të kufizuar do t'i paguajë shteti. Marrë shkas nga protestat që po zhvillohen prej ditësh në Tiranë, kryeministri Edi Rama tha se nuk është patriotizëm të largosh investimet e huaja nga vendi. Unë mendoj që ne duhet jemi të vendosur që të rrisim kapacitetet tona për të konkuruar me tjerët. Dhe nëse të gjitha vendet, të gjitha shtetet, shtete demokratike, mbretëri, autokraci, diktatura, çfarë të doni ju, të gjitha synojnë rritjen e investimeve të huaja, Shqipëria nuk mundet dot t'i konsideroj investimet e huaja kërcënim për sovranitetin dhe për integritetin territorial edhe për advetarin dhe patriotizëm nuk është të refuzosh investimet e huaja. Patriotizëm është të rrisësh kapacitetin ekonomik të vendit dhe të rrisësh volumin e të ardhurave në xhepin e pensionistëve, në xhepin e atyre që i shërbejnë shtetit dhe patjetër edhe në xhepin e bizneseve. Shqipëria ka 27 miliardë e diçka euro ekonomi në vit total. Tani vjen një investim 4 miliardë në një ekonomi 27 miliardë. Është diçka masive, transformuese. Dhe patjetër që në ndërkohë, këto kanë dhe një impakt tjetër. Këto hapin rrugën për të tjerët. Ndërkohë që nëse ti vë shelmin në fyt të parit, ti ke përzën të tjerët. Dhe çfarë ke bërë, i ke falur konkurrencës atë që mezi është bërë mundur që të vi ty. Kryeministri u shpreh se investimi prej 4 miliardë eurosh në Zvërnec ndihmon në rritjen ekonomike të vendit. Mëtej Rama tha se në demokraci, çdo kush ka të drejtë të kontestojë vendimet e qeverisë, por kur përdoret forcë kundër shtetit, pastaj është një tjetër territor. Sipas tij, disa prej atyre që dalin në protest nuk dalin për të bërë rëmuj, por sepse duan më mirë.